e kam nisur nga periudha që jam emëruar si prokuror në vitin 99 në Gjirokastër deri në vitin 2004. Pavarësisht se kam qenë një moshë fare të re, kam patur mundësinë dhe fatin që t'jem dhe drejtuesja së prokurorie dhe jam angazhuar personalisht në hetimin e çështjeve problematike, sensitive, të cilat kishin ndodhur gjatë vitit 97 ose për shkak të atij viti. Kam prezantuar rastin e vrasjes të quajtur vrasja e Glinës, të ndodhur në 97. Një grup kriminal i armatosur gjatë vitit 97, me shtrirje në territorin në aksin në qarkut Vlorë të Pelen, kishin krijuar një mekanizëm për të grabitur shtetasit shqiptar, të cilët jetonin dhe punonin në Greqi dhe ktheshin pikën e kalimit kufitar Kakavi. Njëri nga antarët iqej si taksist dhe bashkëpunëtorët e tjerë prisin në rrugë për të realizuar qëllimin e tyre kriminal. Për shkak të reagimit të ndjerëve, 4 shtetas shqiptar u vranë nga ky grup i armatosur të trimëruar për shkak të armëve të zjarrit. Çështja e cila ishte pezulluar është rifilluar në kohën që kam qenë drejtues, janë përfaqësuar hetimet dhe akuza në gjykat, janë identifikuar autorët dhe janë dënuar të gjithë autorët, për ekzekutorin kanë kërkuar dënimin e tij me burgim përjetshëm. 2 çështjet e tjera kanë të bëjnë me rrëmbimet e biznesmenëve në qytetin e Gjirokastrës. Grupet kriminale që ushtronin, ishin 2 grupe të ndryshme, ushtronin funksionet e tyre në aksin Pepelen Gjirokastër, rrëmbyen 2 biznesmenë, një në fshatin Peshkëpi të Gjirokastrës dhe një në qytetin e Gjirokastrës. I rrëmbyen dhe i mbajtën peng për periudhë nga 9 deri në 18 ditë. Ushtruan dhunë fizike dhe psikologjike, duke i detyruar që tapnin dhe varrin e tyre me qëllim të merrnin shumat monetare të kërkuara. Shumat kërkuara fillimisht ishin 100 milion drahmi dhe arritën që të marrin nga 20 deri 25 milion drahmi, që me vlerën e sotshme shkon nga 80 deri në 100.000 euro. Hetimet të pezulluara nga kolegët që kanë qenë në vitin 97 janë rifilluar gjatë kohës që unë kam qenë drejtues, janë identifikuar autorët, janë mbledhur provat, janë aplikuar metodat e posaçme që mund të aplikoheshin në atë kohë, bëhet fjalë për para 25 viteve. Dhe është bërë mundur identifikimi, arrestimi dhe dënimi i autorëve. Është në rastet e para që është kërkuar që të pranoheshte viktima pra të rrëmbyerit në procesin penal dhe përveç dënimit penal është vijuar dhe me dënimin pasuror dhe moral të viktimave.